Përshëndetje vëllezër e motra, më pëlqeu ky gest nga MediaMarkt dhe Zator në Gjermani që e kishin bërë për secilin fëmijë që ka marrë notat e mira, pro nisha dhe dysha në Gjermani, pro t'ja zbresin nga 1 euro. Në qoftë se një produkt për shembull kushton 10 euro dhe ky ka 5 nisha, 5 dysha, e merr falas, shembull po marr. Kështu që ky gest mendoj që duhet ndjekur edhe nëpër trevat tona, pasi që inspirohen fëmijët pro që të mësojnë më mirë. Pra, çka duhet ta dini? Kjo zbritje vlen për momentin në Sachsen, Thüringen dhe Sachsen-Anhalt, pasi që në këto lande të Gjermanisë pra janë marrë pushimet verore dhe janë shumë fëmijë. Unë edhe ju kisha këshillu të gjithëve që ta shpërndani këtë video për të gjithë ata që i njihni që jetojnë në këto lande, pra Sachsen, Thüringen dhe Sachsen-Anhalt, pse mos përfitojnë për shembull kanë dëshirë fëmia me bleni lojnë në diçka dhe ajo kushton 10 euro 15, që ose i ka 5 nisha, 5 dysha, pro e merë thuja se falas me 2-3 euro. Unë nuk po e komplikoj ma shumë këtë video, ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa ma mirë.